shumë të përzemërt, ju, të dashur demokrat, opozitare dhe opozitar, që jeni sot këtu të pranishëm në këtë foltore, i përshtetjet përzemërt, të gjithë opozitarve kudo që janë, të gjithë shqiptarve të cilët me zemër dhe me shpirt denojnë pa rezerva këtë qeveri e cila do të shkruhet në muret e kohrave si qeveria me anti-shqiptare, me hajdute që ka njohur në njëherë kombi shqiptar. Unë ju sjell këtu ju për shtetje të përzemërta nga udhëheqja e internacionales së qendrës demokrate, përfaqësues të 115 partive të qendrës djathtë në të 4 kontinentet. Vi sot nga Brazili, nga São Paulo, për të garantuar ju se kemi miq më shumë se kurrë, se ju, demokrat, opozitar dhe opozitar shqiptar, në betejën me të keqen që përballemi, nuk jemi vetëm, por jemi me mbështetje të madhe të fuqishme nga njerëzit e lirë, nga njerëzit që duan lirinë dhe të vërtetën në mbar botën. Me këtë rast, unë dua shpreh mirënjohjen më të thellë të gjithëve ju këtu. Ai ndërim që më bëri Internacionalja Demokrate e Qendrës, duke më zgjedhur në detyrën në postën e lartë të zëvendës presidentit saj. Është nderim për sakrificat tuaja, është nderim për qëndresën tuaj, është nderim për guximin tuaj, është nderim për mbrojtjen që u keni bërë vlerave të lirisë, të demokracisë në Shqipëri, të familjes, vlerat përbashkëta për mbar njerëz të lirë në botë. Miq, 3 ditë në punimet e Asamblesë Përgjithshme mund të them se çështjet më kryesore në ato punime ishin natyrisht Ukraina e para, dhe ju mbështet dhe ju shpreh solidariteti i plot kombit Ukrainas në betejën e tij për dinjitet dhe suverenitet kombëtar. U dënua me forcën më të madhe agresioni rus, pushtimi i Ukrainës, krimet e shëmtuara të njerëzimit. Në agjendën e punimeve ishte Venezuela e Maduros, në të cilën diktatori i Venezuelës, një lloj si Maduro i Tiranës, villte çdo zgjedhje, pavarësisht se smirte votat. Por në agjendën e punimeve të Asamblesë Përgjithshme të CDI, një vend qendror zinte edhe Shqipëria, narkodiktatura e Edi Ramës, të cilën e denoncuan dhe e dënuan, duke filluar nga presidenti i CDI Pastrano, sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane dhe një seri oratorësh të tjerë. Droga e Edi Ramës ka marrë dhënë. Edi Rama
krahasojmë sot me narkodiktatorët më të rryrë.